Binjakët kthehen pas, bricjapi hap një mundësi, 2 shenja të tjera përgatiten për një hap të madh. Kjo video sjell një mesazh të fortë për 4 shenja që ndodhen në prag vendimesh të rëndësishme. Për binjakët, e shkuara rikthehet për t'u rishikuar. Për bricjapin, hapet një mundësi që kërkon përgjegjësi dhe guxim. Ndërsa 2 shenja të tjera përgatiten për një hap të madh që do të ndryshojë ritmin e tyre. Energjia e këtij momenti nuk është e rastësishme. Çdo shenjë përballet me një thirrje të qartë për vetdije, qartësi dhe veprim të ndërgjegjshëm. Binjakët. Një situatë nga e kaluara rikthehet dhe binjakët ndihen të detyruar ta shohin ndryshe. Në punë, një projekt ose bashkëpunim i vjetër kërkon rishikim, jo për t'u përsëritur, por për të nxjerrë mësimin e duhur. Kujdes nga idealizimi i asaj që ka qenë. Në marrëdhënie, një kontakt i vjetër mund të rishfaqet, duke sjellë dilema emocionale. Beqarët duhet të pyesin veten nëse po kthehen pas nga frika apo nga qartësia. Financiarisht, kjo periudhë kërkon maturi dhe shmangje të gabimeve të mëparshme. Emocionalisht, kthimi pas nuk është dobësi, por proces reflektimi. Ky moment shërben për të mbyllur një cikël mendor që ka mbetur pezull. Kur pranon të vërtetën e asaj që ndodhi dhe nuk e zbukuron më të shkuarën, fiton qartësi reale. Universi nuk po të kthen pas për të mbetur aty, por për të ecur përpara më i vetëdijshëm, më i pjekur dhe më i lirë nga iluzionet e vjetra. Bricjapi. Një mundësi konkrete shfaqet dhe bricjapi e ndjen se është momenti për të vepruar me maturi, por pa hezitim. Në punë, një ofertë, propozim ose përgjegjësi e re hap një derë që kërkon përkushtim afatgjat. Kjo nuk është rastësi, por rezultat i durimit dhe punës së vazhdueshme. Në marrëdhënie, një hap përpara sjell stabilitet, nëse lihen më janë rezervat dhe panevojshme. Beqarët mund të njohin dikë që respekton ritmin dhe vlerat e tyre. Financiarisht, kjo periudhë favorizon ndërtimin e diçkaje të qëndrueshme, jo fitime të shpejta. Emocionalisht, bricjapi ndjen më shumë siguri kur beson te forca e vet. Kjo mundësi kërkon vendim të qartë dhe përgjegjësi, jo frikë. Nëse e pranon sfidën dhe nuk e shtyn më, hapet një fazë e re rritjeje. Universi po të tregon se je gati për më shumë dhe po të fton ta marrësh seriozisht këtë hap. Luani. Një ndjesje e fortë ndryshimi po rritet dhe luani e kupton se nuk mund të qëndrojë më në të njëjtin pozicion. Në punë, një ide ose projekt po piqet dhe kërkon guxim për të shfaqur hapur. Ky hap nuk bëhet me shurm, por me vetbesim të qetë. Në marrëdhënie, një vendim i rëndësishëm po afrohet dhe kërkon sinqeritet. Beqarët ndihen gati të ndryshojnë mënyrën si lidhen emocionalisht. Financiarisht, planifikimi është kyç përpara se të bëhet lëvizja e madhe. Emocionalisht, luani po mëson të mos kërkojë miratim të jashtëm për çdo hap. Kjo fazë përgatitore është po aq e rëndësishme sa vetë veprimi. Kur qartëson qëllimin dhe heq dorë nga pritshmëritë e të tjerëve, rruga bëhet më e dukshme. Universi po të përgatit për një hap që kërkon pjekuri dhe autenticitet. Mos u nxito, por as mos u tërhiq. Kur të ndjesh qartësi të plot, veprimi do të vijë natyrshëm dhe me forcë. Peshqit. Një ndryshim i brendshëm po konsolidohet dhe peshqit ndihen gati të lënë pas pasigurinë. Në punë, një drejtim i ri po formohet, por kërkon besim në intuit dhe strukturë praktike njëkohësisht. Në marrëdhënie, një vendim i rëndësishëm afrohet dhe kërkon ndershmëri emocionale. Beqarët ndihen më të qartë për atë që kërkojnë dhe nuk pranojnë më gjysmë lidhje. Financiarisht, përgatitja është thelbësore përpara se të hidhet hapi i madh. Emocionalisht, peshqit kuptojnë se sakrifica e vazhdueshme nuk është dashuri. Ky hap i ardhshëm nuk është impulsiv, por i ndërtuar mbi reflektim të thellë. Kur vendos kufi dhe beson te vlera personale, rruga hapet më lehtë. Universi po të përgatit për një fazë ku duhet të zgjedhësh veten pa ndjer faj. Ky është momenti për të ndërtuar diçka që përputhet me ndjeshmërinë dhe forcën tënde të brendshme, pa u shpërndar më në drejtime që të lodhin dhe të mjegullojnë qëllimin real.
Këto mesazhe tregojnë qartë se ndryshimi nuk është më opsional. Disa kthehen pas për të mbyllur, disa hapin dyert të reja, disa përgatiten për hapin që do t'i ndryshojë. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe thuaj ku ndodhesh në këtë proces. Pëlqe videon për të mbështetur energjinë e saj. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet e ardhshme. Shpërndaje me dikë që është në prag ndryshimi.